në këto 110 milion euro, imagjinoni ju çfarë dëmi i madh është bërë qyteti i Vlorës, sepse këto realisht nuk është janë hedhur në tubacion apo në shërbimin dhe mirëmbajtjen e ujësisë kanalizime, por këto janë abuzuar. Dhe fakti që sot gjendemi përballë kësaj katastrofe, mund ta quajmë edhe humane, sepse 4 ditë pa ujë, ju imagjinoni tashmë, nuk është një lagje, 2 gjithë Vlora. Imagjinoni çfarë ka ndodhur. Epidemia ka mbytur qytetarët e Vlorës. Kjo është gjendje alarmante sepse holandezët kur janë larguar në vitin 2009 kanë lënë aty gjitha materialet që rezervë që nëse do ndodhe një avari t'i kishin gati dhe janë vjedhur, janë abuzuar dhe sot dëgjin ata përgjegjësit kryesor. Prokuroria do të kishte nisur procedimin penal e timit. Kur ishte në varësi të njësisë vendore të bashkisë, kjo ndërmarrje ujësjellësi? Atë ujësjellësin e kanë menaxhuar për ca kohë që bën ristrukturim, bën riparimin ose bën disa linja të reja holandezët, pra qeveria holandeze, dhe ka harxuar rreth 110 milion euro. Dhe përveç kësaj ka lënë aty materialet shtesë të cilat nesër mund t'i nevojiteshin për një situatë emergjence, e cila ishte kjo që ndodhi. Dhe sot nuk dihet ku janë të gjitha ato materialet shtesë, pra materialet të cilat duhet të ruheshin në makazina, dhe sot ato janë vjedhur. Dhe këtu vjedhja është shumë e madhe, nuk është thjesht problemi se është prishur ajo. Problemi qëndron që ku janë të gjitha shpenzimet që janë bërë për ujësisë kanalizime Vlora. Dhe nuk është puna se e ka qeveria në varësi, apo e ka bashkia. Dhe ky ping-pongu që bëhet bashki qeveri është i ping-pong që të ullur tensionin e qytetarëve dhe me të drejtë të tyre duhen ta ulin tensionin. Por problemi qëndron që qytetarët paguajnë, e dini ju që në Vlorë është rritur çmimi i ujit çdo vit. Sot qytetarët e Vlorës ka paguajnë çmimin më të lartë ku Vlora, burimet ujore të Vlorës, ju nuk e njihni, janë burime që nuk shterojnë kurrë dhe është i vetmi qytet të Republikës që s'ka ujë të pishëm. Se kjo gjendje ju bët pak më parë, Mikelin e pyetët a ndodh, mase nuk ka ndërprerje kësaj natyre, po dini ju që në ver lagjet të tëra qytetit Vlorës, lagja Partizani, lagja 15 tetori, lagja Lirim apo lagja Kushtrimi e kështu me radhë, janë lagje të cilat nuk shkon ujë i pishëm. Ky është problemi i Vlorës. Pra, qytetarët reagojnë. Gjithë ato, shiko, ata qytetarët ka reaguar dafina, nuk janë fare, janë emigrantë që kanë ardhur, që janë të ndjeshëm ka si këtyre situatave, kanë ardhur emigrantë, sepse të tjerët janë sjellë tamam si skllëvër të kohëve moderne. Nuk kanë shkuar, dije, unë kam qenë në Vlorë dhe kam mbushur ujë me bidona. Pra kam mbushur ujë me bidona dhe nuk protestonin. Kjo është thelbi i gjës. Dhe unë prandaj i kam quajtur dhe vazhdoj të them që turp për turp të tyre që nuk dalin protestojnë. Nuk është ky problemi se po do protestojnë do ajo do riparohet. Problemi është këtu që ku janë parat që janë investuar në ujësisë kanalizime e Vlora dhe mos harrojmë, ju besoj diçka për ta mbyllur. E dini ju sa është abuzimi në ujësisë kanalizime e Vlora, kur ministri Balluku ju kujtohet shkoi në Vlorë dhe tha abuzimet që janë bërë këtu me fondet parat publike, qofshin ata të larguar ose ato që janë aty, unë do t'i qoj si grup kriminal në SPAK. Dhe çfarë bëri që atë Belinda Balluku? Asgjë nuk ka bërë. Kjo është ai po them. Vlora është e vjedhur. Do të shohim ujësia kanalizime është e vjedhur. Do në momentin që do të bëhet një analizë detajuar. Po nuk bëhet analizë, nuk është bërë ndonjë analizë këtu dhe nuk bëhet, shiko. Ujësia kanalizime, dëgjoj tu them, tu jap një shembull tjetër. Në vitin disa vite më parë, 12 milion euro u deshën për të bërë ujësisin e Novoselës dhe të fshatrave përreth. 12 milion euro janë harxuar dhe sot nuk ka as ujësiellës dhe as ujë fshatrat. Pra abuzimet që janë me ujësinë kanalizime Vlora janë abuzime të jashtëzakonshme se do kishte një prokurori dhe KLSH ka kapur, i ka konstatuar, i ka çuar atje ku duhet i çoj dhe sot nuk kemi një përgjegjës penalisht për të gjithë këto abuzime të taksapaguesve të Vlorës, po qofshin këto edhe fondet publike shqiptare dhe të huaja që kanë investuar në Vlorë. Ky është problemi se edhe ajo dhe po të rregullohet ajo, supozojmë ka ujë. Disa ujë do ketë Vlora 1 orë në ditë, 1 orë në orën 5 dhe në 6 të mëngjesit dhe 1 orë 5 dhe në 6 të darkës që duhet të mbushen bolierët dhe miliona bolierë në pallatet e Vlorës, të cilët përsëri ato nuk zgjidhin problemin. Ky është halli i madh i Vlorës. Po duket se për vlonjatët nuk është problem thelbësor ky, sa kohë vijojnë të japin një mbështetje
të madhe kësaj qeverie edhe në nivel vendor edhe në nivel qendror të qeverisë. Jo, në nivel vendore ta sqarojmë edhe këtë gjë, ka marrë në 174.000 votus, kryetari i Bashkisë së Vlorës, zonja Bruna Mersini, ka marrë 15.000 vota në 174.000 votus, sepse vlonjatët e bojkotuan që unë i pari, familja ime gjithë në radhë, e bojkotuan dhe i thanë vazhdo qeverisë vetëm me nëmpunësit publik aty që t'japin votën familjarët e tyre dhe aq vota ka Bruna Mersini. Dhe s'ka faj, se ata i dhanë votën vetëm. Qytetarët e Vlorës e kanë bojkotuar. Zgjedhje është edhe bojkoti në fund të ditës dhe ndikon në rezultat. Avokat, kalojmë në zhvillime të tjera tek çështja Balluku. Gjatë ditës së sotme, deputetët e Partisë Demokratike që janë antarë në Komisionin Këshillin e Mandateve, Rregulloreve dhe Imunitetit janë shprehur dhe kanë kërkuar sërish mbledhje të këtij këshilli, teksa mbeten edhe 2 ditë në mbylljen e vitit 2025, në fakt nuk ka një konfirmim ende nga socialistët për të marrë pjesë në këtë mbledhje. Shkojmë dhe ndjekim një material mbi deklaratat e tyre, qëndrimet e demokratëve dhe më pas kthehemi në studio. Partia Demokratike depozitoi kërkesën e radhës për mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Duke cituar nenin 13 të rregullorisë së Kuvendit, PD thotë se të drejtën për mbledhjen e Këshillit e ka kryetari i Kuvendit ose gjysma antarëve të tij. Sillim në vëmendjen tuaj, zoti kryetari i Kuvendit, që thirrja e mbledhjes së Këshillit me kërkesë është e detyrueshme sipas rregullores, sepse Këshilli thirret në 2 forma, me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të gjysmës së antarëve. Nëse thirret nga gjysma e antarëve të Këshillit, kryetari i Kuvendit ka detyrimin të njoftojë rendin e ditës për antarët e tjerë dhe palët që mund të jenë thirrur në proces. Për këtë arsye, përmbushni detyrimin tuaj ligjor dhe mos u bëni pengesë për drejtësinë. Në të njëjtën kërkesë, opozita thotë se 2 javë kohë janë të mjaftueshme për të gjitha palët që të njihen me aktet. Megjithatë, PS ka paralajmëruar se nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, pa u shprehur në mënyrë përfundimtare gjykata kushtetuese në lidhje me masat e sigurisë që janë vendosur ndaj zëvendës kryeministres. Mirë, ndoqëm edhe kërkesën e përsëritur në fakt të deputetëve demokratë që janë pjesë e Këshillit të Mandateve, cilat janë pritshmëritë tuaja, avokat? Si do të fijojë? Debati i fortë në lidhje me afatin, sa kohë do t'i duhej qoftë palës mbrojtëse, qoftë edhe antarëve të këtij komisioni për të bërë vlerësimin dhe për të shkuar në një vendimmarrje, për ta çuar kërkesën apo jo në kuvend për votim? Problemi është që majoranca nuk ka interesin, pra ka shprehur mos interesim për sa i përket mbledhjes komisionit, shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë posaçme para datës 22 janar. Pra që pret që të shprehet gjykata kushtetuese. Unë e shikoj të pavend këtë logjikë juridike që ka zgjedhur majoranca, sepse edhe sikur çdo lloj vendimarrje të marri gjykata kushtetuese, mendoj dhe besoj që nuk do ka asnjë lidhje me hetimin. Padyshim që e drejta për të hetuar dhe e drejta për qeverisur janë 2 gjëra, janë 2 pushtete krejt të ndryshme. Por duhet të kuptojmë diçka. Unë mendoj se pozicioni i prokurorisë posaçme në rastin konkret është një pozicion koherent për të drejtën e saj për të hetuar. Padyshim dhe drejta e zotit Rama si ekzekutiv